Bismillahirrahmanirrahim. Në librat e vjetër, kam gjetur një ngjarje shumë interesante nga jeta e Hazreti Isait alayhis salam. Një burr u shoqënua me dërguarin e Allahut në një udhëtim dhe u ulën të pushonin. Hazreti Isa alayhis salam kishte 3 copa bukë me vete dhe i vendosi para duarve dhe i tha dhe shoqëruesit të tij të urnonte. Njërën copë e mori Hazreti Isa alayhis salam, me tjetrën u ushqye shoqëruesi i tij. Pastaj i dërguari i Allahut u ngrit buzë një rrjedhë uji dhe lau duart, piu pak ujë dhe u kthye tek shoqëruesi i tij. Çfarë të shihte? Copa e tretë e bukës nuk ishte më. E pyeti, kush e mori copën e tretë? Ai tha, unë nuk e di. Vazhduan rrugën. U ulën të pushonin. Brityne një sorkadhe me 2 vezhlit e saj. Hazreti Isa alayhis salam i bani me shej njënit prej 2 të vezhëlve. Hajde të kun. U afrua, e bani kurban, e poqën, u ushqyen prej atij mishi të shijshëm. Pastaj Hazreti Isa alayhis salam pjesën që kishte tepruar e afroi, e mblodhi dhe i tha të kthehet siç ka qenë me lejen e Allahut. Dhe ajo kafshë vogël u rikthye siç ishte, pra u ringjall dhe e lanë të lirë. I tha shoqënuesit të tij, pash hakun e atij që të dha mundësi të shihje këtë mrekulli, pra pash hakun e Allahut. Kush e mori copën e tretë të bukës? I tha, nuk e di. Vazhduan rrugën. Kaluan pra një lumi dhe për të kapërcyer në anën tjetër duhej një urë, e cila nuk ekzistonte. Hazreti Isa alayhis salam e mori për dorë shoqëruesin e tij dhe i tha, ec pas meje. Kaluan mi sipërfaqen e ujit, një mrekulli prej mrekullive të dërguarit të Allahut. U ndal dhe e pyeti shoqëruesin e tij, pash hakun e atij që ta mundësoj të ecje mi sipërfaqen e ujit, pra pash hakun e Allahut. Kush e mori copën e tretë të bukës? Shoqëruesi i tha, nuk e di. Vazhduan rrugën. U ndalën në një fushë dhe Hazreti Isa alayhis salam mori një grush dhe e vendosi përpara duarve dhe i tha, bëhu flori me lejen e Allahut dhe u kthye në flori. Pastaj, atë copë floriri e ndau në 3 pjesë dhe i tha shoqëruesit e tij, njëra për mua, njëra për ty dhe e treta për atë që ka marrë copën e tretë të bukës. Shoqëruesi i tij tha, unë e kam marrë atë. Hazreti Isa alayhis salam i tha, merr krejt floririn dhe qëndro larg meje, mos u shoqëno me mua. U mbyll. Dhe me thanë, i dërguari i Allahut largoi prej vetes së tij një njeri jo të sinqert. Thotë u largua Hazreti Isa. Shoqëruesi i tij vazhdoi rrugën. Hasi në rrugën e tij 2 plaçkitës, të cilët kur e pan dhe konstatuan se ai ka flori me vete, deshën ta vrisnin. Ky i tha, mos më vrisni, dhe ato flori që kam me vete, do t'i ndajmë në 3 pjesë, një pjesë njeni, një pjesë tjetri dhe një pjesë për mua. Dhe ashtu ranë dakord. Pastaj, kur u ulën të pushonin diku, vendosën të kërkonin nga ky personi, i zoti i florive, që të shkonte në fshat dhe të blinte ca ushqim. Me mendjen e tyre thanë, kur të vi, do ta vrasim. Ndërsa ky, e veten e tij tha, do të blej ushqim, do të vendos helm në atë ushqim, që kur të hanë, të vdesin dhe unë të marr florit dhe të largohem. U kthye me ushqimin e helmuar. Sa e pan, e vran. Pastaj u ulën të hanin ushqimin që kishte sjell dhe ndruan jetë edhe ata. Nuk kaloi shumë dhe në atë vend erdhi Hazreti Isa alayhis salam me shokët e tij, me sahabët e tij, me havarit të famshëm,
Dhe gjetën 3 persona të vdekur dhe në duart e tyre nga një copë flori. Hazreti Isa e kuptoi se kush ishte shoqëruesi. I tha besnikëve të tij, sahabëve të tij, e shikoni këtë pamje? Kjo është dynjaja, prandaj ruajuni prej saj. Vetëm kaq. Kjo është dynjaja. Ruajuni prej saj. Allahu ju dashur.